Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, vazhdojmë në mësimin ton të leximit të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe transmetimeve nga selefët tanë, libër të cilin e ka shkruar prisi besimtarëve në hadith, Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, dhe e bëfër banorëve të xhenetit Firdaus. Jemi në temën e 48 të librit dhe në hadithin e 88. Thot Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, bab man da'a li sahibihi an akthir malahu wa walada. Pra tema në lidhje me atë që lutet për shokun e tij, për shtimin e pasurisë dhe fëmisë. Dhe në këtë temë Imam Buhariu ka sjell hadithin nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, i cili ka thënë: dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati idh dakhala alayna faqala lana ala usalli bikum. Pra thot Enesi radiallahu anhu, pra hyrët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një ditë dhe isha unë, nëna ime që quhet Ummu Sulejm dhe Ummu Haram tezja. Dhe hyri tek ne dhe tha: a të falem me ju? Wa dhalika fi ghayri waqti s-salah. Edhe kjo gjë ishte jo në kohën e namazit farz, pra namazin nafile. Faqala rajulu min al-qawm fa ayna ja'ala Anasan minhu. Një burr aty, pra nga nxënësat, tha: ku e vendosi Enesin në atë vend, pra kur u fal? Faqala ja'alahu ala yamini, e vuri në të djathtën e tij. Thumma salla bina thumma da'a lana. Pastaj u fal me ne, pastaj u lut për ne, ehlel bejt, pra familjarët që ishin aty. Da'a lana bi kulli khairin min khairej dunya wal akhira. U lut për ne për çdo mirësi të dynjas dhe të ahiretit. Faqalet ummi, nëna ime tha: ja Rasul Allah, huajdimuka ud'u Allah lahu. Ore i dërguari i Allahut, shërbërtoruci, se është një, do të thënë, zvoglimi i fjalës, edhe vetëm nga ndoshta shkodranët e përdorin shërbërtoruci ose shërbëtori yti i vogël, se neve nuk se kemi të theksuar përdorimin e zvoglimeve, vetëm në disa raste. Luta Allahun për të. Fada'a li bi kulli khair, u lut për mua me çdo të mirë, për çdo të mirë. Kana fi akhiri du'aihi, dhe në fundin e lutjes tha: Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lah. O Allah, shtoja pasurinë dhe fëmijën dhe begatoje në të, tha, ose jepi bereqet në të. Ky është një hadith shumë i bukur, nxjerrët shumë dobi. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmojë dhe të na japi sukses që ta bëjmë të qartë sa më mirë ke vëllezërit dhe ke motrat tona. Atëherë
Në një transmetim tek Buhariu thot dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sulaym fa'atathu bitamrin wa thaman. Hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ke Ummu Sulaym, që është nëna e Enesit radhiyallahu anhu. Dhe erdhi me hurma dhe me diçka nga yndyra, nuk e di se çfarë kishin atë kohë nga ushqimet që përgatisin. Faqala aidu samnakum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'aihi fa inni sa'im. Kthejni ato ushqimet në enët e tyre, sepse unë jam agjërueshëm. Pra kjo është një shtesë që tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hyri ke shtëpia e Enesit radhiyallahu anhu dhe ishte ai Enesi, nëna e Enesit dhe tezja. Dhe pasi i nxorën diçka për të ngrënë, tha ktheheni në enë në tuaja, sepse unë jam agjërueshëm. Pastaj gjeti një vend në shtëpi dhe u falën të gjithë bashkë. Kjo tregon që namazi me xhamat ndonjëherë njeriu falet edhe kur nuk është obligim për namazin nafile. Lejohet për njerëzit e shtëpisë të bashkohen dhe të falen me xhamat. Dhe në këtë moment dikush nga transmetuesit, nga nxënësat, pra e pyet ku e vuri Enesin. Dhe thotë e vuri në të djathën e tij. Që tregon që pozicioni i personit kur janë dy veta rri në të djathtë dhe nuk do të thotë që të rri më mbrapa tij siç bëjnë disa persona, po të rri në të djathtë e imamit, në djathën e imamit. Dhe gratë pastaj janë mbrapa. Këtu shikojmë që para se të lutej fali namaz, që tregon që është e ligjëruar që njeriu para se t'i lutet Allahu subhanahu wa taala fal namaz. Dhe thot u lut për ne me të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Nuk e mante mend ose e thot me kuptim hadithin, por se tha thelbin e duas, thelbi duas, që e përmend fund, Allahumma ekthir malehu wa waladahu wa barik lehu. Pra o Zot, shtoja pasurinë dhe fëmijën dhe begatoje në të, ose jepi bereqet në këtë. Dhe aleikum selam. Thot nëna ime, thot Enesi, o i dërguari i Allahut, huaj dimuke, shëbëtor ruci yt i vogël, pse e zvoglon? E zvoglon që e zvoglon për më shumë kujdes, për më shumë dhimbësuri dhe mëshirë ndaj fëmijës vet. Shikoi nëna, nuk i jep përparësi vetes, po i jep përparësi fëmijës. Dhe thotoi dërguar, lutë Allahun për këtë. Për Enesin radhiyallahu anhu. Dhe kjo ndodh të gjitha nënat që japin pra përparësi fëmijës. Këtu o Zot shtoja pasurinë dhe fëmijët, por ka ardhur shtesa që është shumë e rëndësishme, jepi bereqet në të. Sepse nuk është shtimi i pasurisë gjithmonë i mirë për njeriu. Në shumë raste, kur i mungon bereqeti, është dënim dhe është mundim shtimi i pasurisë. Por nëse shoqërohet me bereqet, si pasuria dhe si fëmia dhe si jeta, atëherë këto bëhen të dobishme dhe bëhen të mira për njeriu. Tani Enes ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka lindur 10 vite
para hijretit. Dhe në momentin që vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ka qenë 10 vjeç. Nëna e tij e sjell të vogël dhe nga zgjuarësia që kishte ajo dhe nga dituria që kishte kjo grua, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, e sjell që t'i shërbej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë mënyrë të edukohet në shtëpinë e tij dhe të përfitoj nga shoqërimi i ngushtë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe Enesi thot, unë thot, nuk kam qenë si donte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam sepse isha i vogël, po asnjëherë nuk më ka thënë për një diçka që se bëra pse se bëre, ose një diçka që e bëra gabim se e bëre. Dhe e ka shoqëruar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam derisa ndroi jetë, pra kur ishte në moshën 20 vjeçare. Enes ibn Malik radiallahu anhu është nga 7 sahabët që kanë transmetuar më shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe konkretisht 2286 hadithe. Këto 7 sahabë llogaritën që më i pakti i tyre të ketë transmetuar më shumë se 1000 hadithe. E kemi thënë për Abu Hurajran numrin që ai është i pari nga sahabët për transmetimin e haditheve, po ashtu janë dhe sahabit e tjerë, prej tyre është dhe nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha. Enes ibn Malik ka ndruar jetë në moshën 104 vjeçare në vitin 93 të hijretit. Ummu Sulejm, pra nëna e Enesit, është e bija e Milhanit, po ashtu dhe Ummu Haram, janë të dyja motra. Dhe Ummu Haram vdiq në khilafetin e Uthmanit, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Do vi në librin ton në temën 283, hadithi 653, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën lutjen Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa ghfir lahu. Thot, o Allah, shtoja pasurin, fëmijën dhe zgjatja jetën dhe fale atë. Thot Enesi radiallahu anhu, unë thot u bëra nga më të pasurit e Medinës dhe kopshti im prodhonte 2 herë në vit. Frutat e kopshtit e Enesit prodhonin 2 herë në vit. Fëmijët e tij i kaluan të 100 fëmijë, nipër dhe mbesa. Po vetëm meshkujt i kaluan 100. Do të thënë kishte më shumë se 100. Muzjat jeta thot ai sa merrti tur për njerëzve. Do të thënë nuk kishte më shok të vetët. Kishte vetëm njerëz më të vegjël se vetja. Dhe shpresoj të 4-tën, pra duaja e 4 fale atë. Kjo dua që bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mrekulli, është mu'jize. Pra është mrekulli që Allahu subhanahu wa taala e nderoi të dërguarin e tij dhe ja pranoi lutjen. Dhe të ky hadith nga ato gjëra që nxjerrim dhe do të thënë përsërisim dhe ato që ndoshta i tham më përpara, është lejimi i xhamatit në nafile ndonjëherë, është likshmëria e lutjes
për shërbysin si kompensim për të mirat e tij. Pra nëse dikush të bën një të mirë, atëherë mundohu t'ia kompensosh. Dhe nëse nuk ke mundësi, atëherë lutu për të derisa të shikosh që ja ke shlyer. Transmeton Imam Ahmedi, Ebu Daudi dhe Imam Nesai, dhe me zinxhirin e sakt nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: Men ista'adha billahi fa'idhuh. Kush ju kërkon ndihmë për hir të Allahut, për Allahun, pra ndihmojeni. Wa man sa'alakum billahi fa'atuh. Kush ju kërkon lëmosh për Allahun, jepini. Wa man istajara billahi fa'ajiru. Kush ju kërkon mbrojtje për Allahun, mbrojeni. Wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Dhe kush ju bën juve një të mirë, kompensojeni, shpagojeni. Fa in lam tajidu, nëse ju nuk gjeni, fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu. Nëse nuk gjeni, lutuni për të derisa ta dini që e keni kompensuar. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lut Allahut për Enesin dhe shërbimet që ai ka bërë në një këtë kohë, pra 10 vjeçare që ka jetuar me të. Në këtë hadith është lejimi i zvoglimit të emrave, pra shëbëtor i vogël, shëbëtoruc. Por kjo lejohet kur ti e thua për dhimbshuri ose e thua për mëshirë ndaj tij, dhe nuk lejohet që ti ta përdorësh zvoglimin e emrave për ta nënçmuar dhe për ta poshtruar tjetrin. Në këtë hadith është ligjshmëria e lutjes pas namazit. Gjithashtu është e pëlqyeshme që të lutemi për të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Siç thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar." Dhe për tyre ka që thonë: Zoti ynë na jep ne në dynja të mira dhe në ahiret të mira dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall: "Man kana yuridu thawaba ad-dunya fa inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah." Kush kërkon shpërblimin e dynjas, atëherë ta di se tek Allahu është shpërblimi i dynjas dhe i ahiretit. Te ky hadith është lejimi i lutjes për shtim të pasurisë dhe të fëmijës, sepse kjo nuk bie ndesh me të mirat e ahiretit. Po siç e tham, duhet ta shoqëroj me fjalën jepi bereqet në të. Jo vetëm ta shtof Zoti jetën, por ta shtof Zoti jetën dhe të dhënë bereqet. Kjo është më e plot, sepse ka njerëz që e kanë jetën e gjatë, por pa bereqet ajo nuk. Te ky hadith është vizita e njerëzve dhe shikimi i gjendjes së tyre, pra prisi besimtarve i viziton njerëzit e tij dhe shikon pra se si jetojnë dhe si kanë gjendje. Te ky hadith është përmendja e mirësive të Allahut. Dhe gjithashtu është përmendja e mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata persona të cilët Allahu i ka dhënë pasuri dhe i ka dhënë bereqet, ata janë të fituarit. Ka thënë në një hadith tek Buhari dhe Muslim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna al-aktharina humul aqalluna yawm al-qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfi an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilun ma hum."
Të pasurit, pra ata që kanë shumë, do të jenë ata që do kenë më pak në ditën e Kiametit. Përveç atij që thotë kështu dhe kështu, pra jep sadaka nga e majta, nga e djatha dhe pas tij, dhe sa pak njerëz janë ata. Pra ky hadith tregon që ata njerëz të cilët Allahu i madhruar i ka dhënë pasuri, atëherë duhet të shikojnë dhe të japin sadaka, fillimisht atë që Allahu subhanahu wa taala ju ka bërë obligim atyre, dhe të shikojnë të afërmit e tyre, të shikojnë njerëzit sipas afërsisë dhe të japi fukarajt dhe të japi nevojtarit. Me këtë ai fiton bereqet nga Allahu subhanahu wa taala. Bëhet shkak kjo gjë që Zoti t'i japi bereqet në pasurinë e tij dhe ta bëj në ditën e gjykimit të lumtur. Thot Enesi radiallahu anhu në një hadith: Wallahi, fa inna mali lakathir, wa inna waladi wa waladu waladi la ya'udduna ala nahwi 100 al-yawm. Thot, betohem në Allahun, pasuria ime është shumë e madhe, dhe fëmia im dhe fëmia e fëmijës tim llogariten sot afërsisht 100. E tham pra për kopshtin i cili prodhonte 2 herë në vit. Thot Imam Ibn Qutejbe në librin El Ma'arif: Kana bil Basra 3 ma matu hatta ra'a kullu wahidin minhum min waladihi 100 dhakar li sulbihi. Thot Imam Ibn Qutejbe, nuk pra ka qenë në Basra. Basra është qytet i cili gjendet në zonën e lumeve Tigër dhe Eufrat, pra në zonën e Irakut. Kanë qenë 3 veta që nuk kanë vdekur, thot, vetëm se kanë pasur nga fëmijët e tyre 100 meshkuj. Edhe thot Ebu Bekr, Enes dhe Khalife ibn Bedr, dhe ka shtuar një të 4, ai është El Muhallab ibn Abi Sufra. Pra këto persona nuk kanë vdekur derisa Allahu i ka dhënë 100 fëmijë nga ata vetë. Këto ishin disa nga dobit që nxorëm nga ky hadith madhështor. Shpresojmë mos kemi harruar diçka ose kemi qenë sa më të saktë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japi sukses dhe ti mësojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i vëmë në zbatim dhe të punojmë me to. Tema tjetër: Bab el walidatu rahimat. Tema: nënat janë të mëshirshme. Në këtë temë Imam El Bukhari, Allahu e mëshiroft, ka sjell hadithin po nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, i cili thot: Jaat imra'atun ila Aisha radiallahu anha, fa'atatha Aisha 3 تمرات, فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة. Thot Enesi radiallahu anhu, erdhi një grua kja Aisha radiallahu anha, dhe ajo i dha 3 kokra hurmi, 3 kokra hurmi arabie, dhe ajo ja dha nga një kokër 2 vajzave të saj, ose 2 fëmijëve të saj, dhe një kokër e mbajti për veten e vet. Ishin të uritura. Dhe fa'akala as-sibyan at-tamratain, fëmijët i hëngrën të 2 kokrat dhe pan tek nëna e tyre. Wa nadhara ila ummihima fa'amidat ila at-tamra fashaqqatha
Atëherë ajo e ndau hurmin dhe i dha gjysmë njerëz dhe gjysmë tjetrës. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Aisha e lajmëroi për këtë. فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحم الله برحمتها صبييها. Çfarë të habit ty, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga kjo? Allahu e ka mëshiruar atë për shkak të mëshirës së saj ndaj fëmijëve të saj. Ky është hadithi që e transmeton Enes ibn Malik dhe Enes e transmeton, pra e merr nga Aisha radhiyallahu anha. Në këtë hadith shikojmë një ngjarje ku një grua shkon dhe kërkon dëmosh ke nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha. Kjo tregon për njeriu nevojtar që është në një gjendje të tillë, lejohet të lypi për të dalë nga kjo situatë e vështirë. Ky hadith na tregon për bujarinë e nënës besimtarëve, që ato 3 kokra që i kishte gjetur në shtëpinë e vet, ja jep të gjitha kësaj gruaje. Kjo tregon për dhimbsurinë e madhe që ka nëna për fëmin. Sa që ajo ja ndau të gjithë fëmijëve dhe për vete nuk ka ngre asgjë. Dhe Aisha radhiyallahu anha ja tregon këtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu marrim që lejohet për njeriu të përmendi punët e mira që ai bën, nëse këtë nuk e bën me mburrje dhe nuk e bën për të dukur, por për të përfituar nga kjo. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, çfarë të habit ty nga kjo? Pra, zakonisht nënat dhe mëshira e tyre është e njohur dhe dhimbësuria e tyre është e njohur. Dhe ky veprim që bëri që të marr mëshirën e Allahut. Prandaj është një këshill për të gjithë njerëzit, gra ose burra. Nëse e bën një vepër, atëherë mos harrojnë që këtë vepër ta kërkojnë shpërblimin e saj tek Allahu. Të shpresojnë ke Zoti që kjo vepër, kjo mëshirë që ata e kanë, të shpresojnë që këtë do ta gjejnë ke Allahu. Kështu do të marrin shpërblim. Prandaj që çdo vepër e mirë duhet të llogarisi njeriu shpërblim. Dhe të mos kaloj asgjë, vetëm se të jetë sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe të jetë sipas rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të shpresoj për këtë punë shpërblimin në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Të mëshirshmit do t'i mëshiroj i gjithë mëshirshmi, te baraka wa taala. Mëshironi atë që është në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Pra, nëse do që Allahu të mëshiroj ty, atëherë mëshiro ti krijesat e Allahut. Në një hadith tjetër që do vi në librin ton, men la yarham la yurham. Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Pra mëshira duhet të jetë tek njerëzit, sepse me këtë fiton mëshirën e Allahut. Nëse ti je i mëshirshëm, nuk je i vrazh, nuk je njeri i egër me njerëzit, je i mëshirshëm me njerëzit, kjo është shkak që Allahu të mëshirojë ty.
Në fjalën e Umerit radhiyallahu anhu thot inna Allaha la yarham min ibadihi illa abarrahum. Allahu nuk mëshiron prej robërve të tij vetëm se më të mirin e tyre. Te ky hadith ne marrim përveç atyre që i tham më lart që nuk shikohet sadakaja është pak apo është shumë. Nëse njeriu ka pak, je pak. Dhe mos e nënvlerësoj thotë që kaq nuk ja vlen me dhon. Jo. Ai sa ka, ta japi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha walau bi shiqqi tamra. Ruhuni dënimit, ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Ruhuni për dënimit zjarrit, qoftë dhe me gjysmë hurmi. Pra mos ta nënvlerësoj të voglën, sepse ajo kur bëhet me sinqeritet dhe kur bëhet për hir të Allahut dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ruan nga zjarri i xhenemit. Mëshira e nënës është më e madhja mëshirë që njihet tek njerëzit. Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm se nëna për fëmijën e vet. Në një hadith një grua po kërkonte fëmijën e vet pas betejës e shqetësuar. Dhe kur e gjeti e mshtolli atë në krahëror dhe i dha të pi. Dhe thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, "E tarawna hadhihi mulqiyatun waladaha fi an-nar?" Qalu la. Thotë a mendoni thotë që kjo e hedh fëmijën e vet në zjarr? Thanë ata jo. Qal Allahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allahu është më i mëshirshëm me robërit e tij se kjo grua me fëmijën e saj. Prandaj që vetëm ai njeri që është i mirë, vetëm ai që është shumë i poshtër, përfundon në zjarr xhenemit. Sepse Allahu është i mëshirshëm. Allahu ka sjell librat, ka zbritur librat dhe ka sjell të dërguarit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Çdo ummeti im secili do të hyjë në xhenet përveç atij që refuzon. Qalu wa man yaba ya Rasulullah, kush është ai që refuzon? Qale men asani faqad aba. Apo si është hadithi? Pra kush më kundërshton mua, ai ka refuzuar me kuptimin e hadithit. Pra kush nuk ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka refuzuar të hyjë në xhenet. Prandaj Allahu na uzoft dhe na bëft prej banorëve të xhenetit dhe na i fal gjunahet tona. Në momentin që nënat janë të tilla, me dhimbësuri kaq të madhe dhe me mëshirë kaq të madhe, atëherë pyetja që neve ja bëjmë vetes, si duhet të jetë sjellja e fëmijës karshi i saj? Allahu azza wa jalla thot: "Wa hal jazaa'u al-ihsani ila al-ihsan?" A nuk është shpërblimi i mirësisë veç se mirësia? Pra, si duhet sillemi ne me nënat tona dhe me prindrit tanë dhe me të afërmit tanë të cilët janë të mëshirshëm, janë të dhimbësur me ne, a ja vlen që ne të sillemi egër dhe ashpër? A i takon besimtarit të sillet keq me nënat e veta? Atër përgjigje secili e ka në veten e tij. E përsërisim dhe dobinë e fundit që mos harroj njeriu që çdo gjë që e bën ta llogarisë shpërblimin ke Zoti dhe ta kërkoj ke Zoti, sepse asgjë nuk humb ka ai, por njeriu qëllimin e tij ta ketë për Allahun, shpresa e tij të jetë tek Allahu dhe mos mendoj që punët hikin dhe zhduken, por t'i kërkoj ato ke Zoti i tij. Jemi ke tema e fundit për sot, që ka 2 hadithe të shkurtra
bab qubletu sibjan, tema e cila bën fjalë për puthjen e fëmijëve. Ka sjellë Imam Buhariu në këtë temë hadithin e 90 nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thot: Jaa Arabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Thot Aisha radiallahu anha, erdhi një beduin ke pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha: a ju i puthni fëmijët tuaj? Ne nuk i puthim ata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a unë nuk posedoj për ty, nëse Allahu ta ka hequr mëshirën prej zemrës tate, pra unë nuk kam fuqi që të bëj ty të mëshirshëm kur Allahu ty mëshirën ta ka hequr nga zemra. Lexojmë dhe hadithin tjetër nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ka thënë: qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali. E puthi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam Hasanin, të birin e Aliut. Wa indahu al-Aqra ibn Habis, tek ai ishte një burr me emrin al-Aqra ibn Habis at-Tamimi, i ulur. Dhe thot al-Aqra: inna li 'asharatu min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan. Un kam 10 fëmijë dhe nuk kam puthur askënd. Fa nadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, pa atë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pastaj tha: men la yarham la yurham, kush nuk mëshiron nuk mëshirohet. Këto dy hadithe në këtë temë tregojnë që ky veprim që shumë veta e bëjnë, le ta dinë që ky është afrim ke Zoti. Nëse ti e puth fëmin tënd, ose fëmin e shokut tënd, ose fëmin e të afërmit tënd, llogarit shpërblim ke Zoti, sepse kjo është syneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos i nënvlerësoni punët, mos i lëni punët shkojnë dëm. Edhe kur të puthësh fëmin, thuaj: o Zot, ma shpërblej këtë punë, sepse unë po e bëj siç e ka bërë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, dhe po e bëj vetëm për ty. Shumë njerëz harrojnë që këto janë punë, janë adhurim. Prandaj nuk duhet të na shpëtojë asgjë. Qëllimi jon duhet të jetë për Allahun në çdo punë dhe ndjekja e dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fjala këtu që unë nuk kam mundësi që të fus mëshirë në zemrën tënde, tregon që sa kujdes duhet për njeriu që të tregoj me të tjerët dhe me fëmijët që janë parsor, në mënyrë që kjo mëshirë që ti tregon ndaj njerëzve bëhet shkak që Allahu subhanahu wa taala të fusi në mëshirën e vet. Allahu subhanahu wa taala thot në ajet: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju ka ardhur ju i dërguar prej vetes tuaj, prej llojit tuaj, është një lloj me ju, pra, në si njerëz. Azizun alayhi ma anittum, ati i rëndohet ajo vështirësia juaj, i rëndohet kur ju jeni në mundim, në vështirësi. Harisun alaykum, është shumë me vullnet të mirë ndaj jush, që si të arrini sa më shumë të mira, dhe me besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. Pra ky dërguar që Allahu i madhruar në ka sjell, cilësitë e tij janë butësia dhe mëshira, që tregon që këto cilësi i don Allahu dhe i don i dërguari i tij.
për njeriu është shpreha çdo mbjellësh, çdo korrësh. Nëse ti do t'i mëshirosh njerëzit, atëherë dhe njerëzit do të mëshirojnë ty, nga ana e jetës që bën. Po nëse je i vrazhd, atëherë do gjesh varësi edhe në ambientin ku jeton. Beduinët, për shkak të largësisë së tyre nga dia, për shkak të largësisë së tyre nga civilizimi, për shkak të zakoneve të tyre, për shkak të shumë shkaqeve, ishin më të vrazhd se qytetarët, ishin më larg me disa cilësi. Përveç atyre njerëzve që Allahu subhanahu taala i dha sukses dhe mirësi dhe u bën besimtar të Zotit, dhe Allahu subhanahu taala ja shpërbleu punën e tyre dhe mundimin e tyre. Prandaj që nëse e shikon veten që të mungojnë disa cilësi, pra nuk i ke të lehta, atëherë përpiqu që të bëhesh i tillë. Përpiqu të jesh sa më i mëshirshëm. Nëse ty më përpara kësaj të vinë fëmijët e tu, fëmijët e vllajt, fëmijët e shokut, e farafisit, dhe nuk i ke dhënë rëndësi, tani fillo dhe jepi rëndësi. Merri me të mira, sillu me butësi, me mëshirë, që të futesh në mëshirën e Zotit dhe të bëhesh i mëshirshëm, sepse durimi vjen me duruar dhe maturia vjen duke u sjell ti i matur. Pra nëse nuk i ke disa cilësi, mundohu t'i kesh. Cilësitë janë dy lloje. Cilësi që ti ka krijuar Allahu ty, që është kur ke dalë në këtë dynja, Allahu ti ka dhënë. Edhe për këtë falendero Zotin. Dhe cilësi që nuk i ke. Prandaj duhet me u përpjek që njeriu t'i ketë. Dhe për këta ishin disa prej beduinëve, atyre që jetonin në zona të shkreta, kishin më tepër vrasësi. Në disa vende njerëzit sillen në këtë lloj forme, ja detyron edhe ajo ambienti ku jetojnë, por Islami i mëson që të sillen me ato cilësi që i don Allahu dhe i dërguari i tij dhe të heqin dorë nga cilësitë e këqija. E thamë për që të këto hadithe vihet re që puthja e fëmijës është vepër e mirë, është adhurim ke Zoti. E mbyllim mësimin e sotshëm me një hadith të saktë, ku thotë Enesi radiallahu anhu: "Ma ra'aytu ahadan arham bil iyali min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Nuk kam parë njeri, thot, më të mëshirshëm me fëmijët se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Qal: "Kana Ibrahim ibnuhu mustardian lahu fi awali al-Madina." I biri i tij, Ibrahimi, ishte që ishte çuar për ta ushqyer me gji në krahinën ose në pjesën e Medinës që quhet El Awali. Që tua sqaroj më mirë, Awali është një zonë kodrinore ose e ngritur. Nëse e keni parasysh xhamin Kuba në Medinë, Kubaja është në ana e jugut, kurse Awali është në jug lindje të Medinës. Pra, me kilometra afërsisht i bie rreth 4 kilometra nga xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë. Këtu kanë qenë disa fshatra dhe i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam e kishte çuar djalin e vet për ta ushqyer me gji në një nga këto gratë që banonin në këtë pjesë të Medinës, që është Awali. Edhe sot, po të shkonin në Medinë, është lagja që quhet El Awali. Fakana yantaliq sallallahu alaihi wasallam, nisej i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që wa nahnu ma'ahu, dhe ne ishim me të, fe yadkhulu al-bayt
dhe hyn tek shtëpia, wa kana dhi'ruhu qaynan, ishte babai i kësaj gruas, gjithdhënëses, ishte kovaç. فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله ثم يرجع. E merrte fëmijën e vet, e përqafonte, e puthte edhe ktheheshin. Pra, shikoni me vëmendje, sa i mëshirshëm ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me fëmijët. Niseshe 4 kilometra rrugë vetëm për të puthur fëmijën e vet. Vetëm për të parë si e kishte fëmijën e vet. Qala Amr, falamma mata Ibrahim, kur Ibrahimi vdiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, inna ibni Ibrahim kana fi thadi wa inna lahu dhi'rayn tukammilani ridahu fil janna. Është sigurt që biri im Ibrahim vdiq në moshën e gjithdhënies, pra pa u plotsu 2 vjeç. Dhe ai ka 2 gjithdhënëse që t'ja plotsojnë atij këtë proces në xhenet. Radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me këtë fëmijë i cili konsiderohet nga personat që janë në xhenet derisa ka dëshmuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për të, megjithëse vdiq në këtë moshë të vogël. Atëherë me këtë hadith që nënkupton shumë dhe tregon mëshirën e madhe të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam me fëmijët, dhe po ashtu keni mësuar që mëshira e tij ishte edhe për të rriturit dhe për fëmijët dhe për gjithë njerëzimin. Ai është i dërguar i mëshirës. E mbyllim mësimin për sot dhe e lutim Allahun e madhëruar që të mos na i bëj këto fjalë që i themi të hikin kot, por i kërkojmë për Allahut të na shpërblej për mësimin e diturisë dhe i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala që të na i pranoj punët tona. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.